ose mungesa e tij as nuk I prish punë, as nuk I ndreq punë dhe vendosjes. Por kthimi Hashim Thaqit ja prish dhe matematika. Kthimi Kadri Veselit ja prish dhe matematika. Këta gjithçka e kalkulojnë në aspektin elektoral. Edhe është gabim me gjykuar ti Albin Kurtin në situatat e normalitetit edhe brenda konturave të demokracisë. Ky o kon gjithmonë jashtë tyne. Prandaj për mua kjo që ka thënë Axhiu është me mbuluar një mbulesë që her pas here e përdorin si argumente me na kemi reaguar. Duhet hapa konkret e kje fuqinë më të madhe në botë me bën diçka. Këta po e heshtin. A me keni qartë, këtyne ju leverdis dënimi I djenëve tonë. Sepse kjo e zvlerëson që ju leverdis qeverisë së Kosovës për me u dënuar atje? Po duke pasur parasysh se I kanë kundërshtar politike edhe duke pasur parasysh historik I kanë. Po, historik. Albini ka anë Hashim Thaqin, këto e din këtë Kosova. Ati I pengon lavdia Hashim Thaqin. Normalisht edhe ju konvenon, unë përmenda edhe më herët thash se nuk kanë bon do thot asë një veprim në këtë drejtim. Unë në fakt se konsideroj pak më kështu, se atje kur dënohet, nuk dënohet veç Hashim Thaqi, po ata po thojnë në emër të popullit. Qysh populli po e dënoni presidentin edhe po mendoni që këtu në ju leverdis? Po, qëpse. Kjo nuk e di sa jeni sigurt për këtë deklarat. Kur kon Albini opozitar, ton kohën targetin kryesor ka pas Hashim Thaqi. E ka mbuluar ose alibia ka qenë për krim e korrupsion ekonomik. Nëse I kish penguar atij krimi e korrupsioni, ishte tashmë shqetësuar do eksponent parti që I ka rrush me krime me korrupsion. Ai ato ka pas alibi mbulesë. Në fakt ka qenë qëllimi I tij me denigruar Hashim Thaqin, se një njeri kur akuzohet pavarësisht lavdisë historike, kur akuzohet për hajni, për korrupsion, moralisht bjen. Pra qëllimi I tij ka qenë do e stigmatizuar Thaqin si një njeri ordiner, si një njeri që I ka bërë bisht luftës, që ka fol Albin Kurti, ti e bën relative figurën e tij ose peshën e tij në histori. Ai ka angst, unë një personalisht Albin Kurtin, edhe kemi folur për këtë punë. E jeni sigurt që atij I konvenon me u dënu lufta UÇK-s? Po. Se kjo është deklaratë e rëndë. Absolut po, sepse UÇK-ja atij ka penguar, janë konë të luftën në fund të 2020. Maqedoni, në Kosovë edhe në Mbreshev. Ku qelloi ky trimi I madh sot, me asnjë se marr pjesë. E këndem sot, unë ja për Kosovën zemrën. Me dhonë zemrën I vjen më koni gashën me vdek për vendin. Ta këto manipulime, sepse ajo kompleksi I tij të kalumës shërohet veç duke e retushuar historinë. Historia nuk retushohet prej kuluareve të vendosjes. Jo me deklarata pa lidhje të Elvis Hoxhës, disa me dinferet e këtyne. Hashim Thaqi është vend I rëndësishëm në histori. Është Ismail Qemali, Izboletini Fanoli I pavarësisë Kosovës. Që ton Albin Kurti di, personalisht e kam thonë në takimet e mia kur kemi pas ato vendosje, si ka ardhi I çmir. Ai që ton e ka problemin. Pra pesha e Hashim Thaqit në histori, jo roli I Hashim Thaqit në politikë mas luftës. Aty ka probleme edhe unë. Edhe unë se mbajtua dhe vazhdoj me qenë ala jo dakord me Hashimin që shka qeverisë. Po pesha e tij kur flasim për figurë historike, ai është I pakrahasueshëm edhe I paarritshëm. Që kjo Albinit I lën, jo posti I kryeministit, jo posti I presidentit. Pra Albini ka më shumë se komplekse politike, ka komplekse historike. Cila është pesha e ish-presidentit Thaqi në fakt në historinë e Kosovës dhe mendoni që do të ketë një rikthim pas këtij procesi gjyqësor që po mbahet atje në Hag? A mendoni se do të rikthehet në Kosovë dhe do të rikthehet në skenën politike?